Pse shumë njerëz pas përfundimit të kurseve lodhën? Lodhën edhe nuk janë në gjendje me vazhdu, domethënë pjesën që duhet me vazhdu, kur atëherë gjithçka fillon, e jo kur ke filluar kursin. Kjo është ajo pjesa ku ata nuk kanë motivim. Bin në zonën e komfortit, zonën e rahatisë, edhe janë të kënaqur me këtë pjesë. Mirë po se a duhet me përfundu një kurs dhe gjithçka me fillu puna pas atij kursi, apo duhet kursi me përfundu dhe me marrë një certifikat apo një dije sa do të qoftë të vogël e madhe, me mbet me ato. Kjo është një gabim shumë i madh që e bojnë shumë njerëz. Nëse ne themi, ok, hajde dhe sot nuk po du me punu, edhe nesër nuk po du me punu, ose jam lodh, ose mas pushimeve, krejt kjo është një kohë e kushtueshme. Domethënë, koha është e kushtueshme, çdo minutë, çdo sekondë, çdo qindra sekondave janë të kushtueshme për neve, dhe për ju edhe për gjithë tjerë, u duhet me pas kujdes se ku ju pe lani kohën e ju flir. Paramendoni atë kohën e ju flir ku shtrini në sofa dhe shikoni Netflix, edhe këtë është rehat, është këtë. Do se sa humbje kohë ju bëri në atë pjesë.